Njeriu që kryeson gjykatën speciale të shqiptarëve ishte një delinkuente e pa ftyrë, e pa moral, e pa karakter, e dënuar me burg në vendet fqinj dhe përdorej si sklave nga Edi Rama dhe regjimi aktual. Irena me 5 mbiemra e përfolur për shfete gjysmilionshe, jo në një, por në disa raste. Rezulton se në vitin 2005 është dënuar nga kolegji penal i Anins me burg dhe gjop. Kjo monstër, në vend se të vuaj dënimet, është lartësuar në kryetaren e gjykatës speciale nga Edi Rama, Taulant Balla dhe është keqpërdorur në shkallë ekstreme nga Altin Dumani. Nga viti 2005, viti dënimit të saj, dënim të cilin ajo e ka fshehur në kolektiv, bën të pavlefshëm absolutisht çdo vendim të saj në përputhje me vendimet e gjykatës së Strasburgut. Dokument zyrtar dhe me vull dhe me firmë nga gjykata e Janinës së Greqisë. Ja përket, urdhoni? Që tregon çfarë? Që tregon se ju lutem se edhe shqip edhe greqisht. Për këto arsye e dënon të pandeurën të shpallur fajtore me burgim 3 muaj dhe gjob 1.500 euro si dhe shpenzimet gjyqësore prej 73 euro. Falsifikim, pasaporta, viza, por është dënuar për falsifikim dhe është e dënuar nga kolegj penal dhe jo administrativ.